nderuar miq, do të flasim për një lajm mjaft të rëndësishëm, sidomos për të rinj që lëvizin më shumë me monopatinat pas vendimit të qeverisë për t'i ndaluar përkohësisht. Vendimi hyri në fuqi ditën e sotme, ku ka pasur mjaft ankesa nga një pjesë e qytetarëve që ka pasur pak kohë për informim. Për të folur për këtë çështje kemi ftuar ekspertin e sigurisë rrugore, zoti Gzim Hoxha. Zoti Hoxha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Ju e keni cilësuar një vendim të vonuar, por edhe të nxituar, por ku ka gabuar më tepër qeveria në këtë aspekt? Po, zakonisht gjërat bëhen me studime. Pra, më parë do të studiosh që dalësh në konkluzion se çfarë masave do të marrësh. Pra, do studiuar si kanë hyrë këto mjete në dogan, si ka lejuar doganat hynë, sepse për këto nuk ka legjislacion. Pra jo çdo gjë, dogana është porta e hyrëse për Shqipëri. Jo çdo gjë do të hyj brenda të bëhet problem dhe pastaj ne të kthehemi të analizojmë. Pra duhet që të dëmtojnë 1.000 veta, ca të vdesin, ca të dëmtojnë rënd, ca të dëmtojnë lehtë dhe pastaj ne t'i kthehemi kësaj punës mbrapsht. Kështu që në të parë duhet bërë një studim e para. E dyta duhet bërë një studim tjetër në këto kushte që sa prej këtyre kanë pas leje drejtimi. Pra që të dalësh në rrugë, të drejtosh një mjet. Ka leje drejtimi për monopatinat? Po jo, lejet e drejtimit janë sipas fuqisë motorike. Ato që janë 4 kW janë ciklomotor. Dhe si ciklomotor ka leje qarkullimi për to, ka leje drejtimi, ka dhe siguracion, ka dhe kontrol teknik. Pra varet sa kilovat që janë. Disa nga to duhet kenë domosdoshmërisht leje drejtimi. E para, e dyta. Edhe një person tjetër që ka leje drejtimi për automobile, nuk shkon din që ta kesh shkruar, pra mund të kesh leje drejtimi për ciklomotor. Dhe e përdor atë, s'ka gjë sepse ato ngjasojnë njëra me tjetrën. Pra, nuk shkon ditë që ne kur themi leje drejtimi për Benz, ne nuk themi leje drejtimi për Benz, as për BMW, as për Volkswagen, ne themi leje drejtimi grupit B. Kush në grupin B? Autoveturat, përdorimet e tjak, 1, 2, 3, 4, 5, si përdor kriteret. Dhe këto, pra ato që janë deri 4 kW, do të jenë ciklomotor, po që janë mbi 4 kW, se ka dhe nga ato të mëdha që janë dhe 120 km/h nga këto. Ato që janë me kapacitet të madh që mund të mbi 4 kW, ato janë motocikleta. Dakor? Dhe pra duhet parë në cilin grupim do të fusush këto. Pra duhet matur njërë sa kemi ne për ciklomotor, sa kemi për nga këto dhe edhe fund fare dalim konkluzion si do të dajmë dhe si do të kategorizojmë këto. Kështu që kodi rrugor në 50 përcakton këtë. Thot mjetet që shtyhen me forcën e krahut, me muskujt e krahut ose me muskujt, nuk të krahut as këmbë, po me muskujt, janë bicikletat. Pra bicikletat nuk kanë leje drejtimi. Të tjerë pse kanë leje drejtimi? Pse se kanë fuqi motorike, se këto kanë motor. S'kan motor me degë të brendshme, po këto kanë motor elektrik. Pra çështë motor. Ka një kategori që lejohet nisur dhe nga ajo që ju specifikuat nga motori, pra apo ndalimi është për gjitha përkohësisht? Po, prandaj them që është nxituar dhe i vonuar. Është nxituar sepse duhet të bërë më parë një studim. Dhe pastaj dini konkluzion. Këtë ndalojmë. Cilën kategori? Për momentin janë ndaluar të gjitha. Për momentin janë ndaluar të gjitha. Dhe kjo pastaj sjellë bile disa nga ato kanë sekuestruar që unë nuk e dim ku ka bazën ligjore sekuestrimi i tyre, se i pashë kishin ngarkuar në një automobile dhe nuk e di ku i çojnë në polici, por do të kemi parasysh që janë ai qytetari i ka blerë me lek këto. E para, e dyta, gjitha njerëzit kanë mjete pune. Pra duhet ndaluar ata që nuk plotësojnë asnjë lloj kriteri, pra nuk ka leje drejtimi, pra nuk di drejtim mjetit, nuk ka moshën. Po the leje drejtimi, leje për drejtuar, do të thotë ke moshën 18 vjeç, pra e pjekur. Se është ftesë pjekurie. Është pjekur. E para dhe e dyta, ke aftësi për drejtuar, pra di rregullat e qarkullimit rrugor, di sinjalizimin rrugor, di vend e kalimit kryesor, i di të gjitha këto. Dhe drejtor një, dhe nuk është normale që edhe ka për aty që ai mund të ketë patent kamioni, nga traileri. Ti e kap sot atë dhe i thua po, do të sekuestroj këtë sepse ke dalë. Po çka kam dalë? Çfarë rregulli kam thyer? Po qarkulloj thotë. Jam në korsin e bicikletave, po qarkulloj avash, 25 km/h hec kjo gjë ime, kam skafandër në kokë thotë, kam gjysyk që mos mbjen ashkra në sy, mos mbjen gjizë në sy.
Çfarë bëjmë thotë? Pra, këtu tash i krijon atë fërkimin me udhëzimin. Se ministrja nuk ka nxjerr vendim. As drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Këtu ka dalë një gjysmë urdhre, një gjysmë kështu që se vendimet i nxjerr Këshilli i Ministrave. Pra ne nuk kemi një VKM. Faktikisht duhet të ketë një ligj që do të shprehet në kodin rrugor. Për këtë që diskutojmë ne, duhet të rregulloj kodin rrugor. Këto monopatina me fuqi deri në kaq do klasifikohen në këtë mënyrë. Mbi kaq, kështu do futet ke ciklomotor, mbi kaq futet ke motocikletë. Mbi kaq, po them kot nëse kanë një të madhe fare, futet ke motomjetët. Po duhet me fuqinë motorike nuk mund të bëhen kështu në mënyrë a priori. Ju është marrë një mendim si ekspert si mund zgjidhet kjo? Apo mendoni që tani do vazhdoj puna pasi i pezuduan, tani do... Po mirë më tani vazhdon të punën, po problemi është se njerëzit kanë planifikuar punët e tyre. Pra dikush do të blinte një makinë 2000 euro për të shkuar për të ardhur në punë, se ka blerë atë makinë 2000 euro, ka blerë 1700 euro një nga këto. Tash këto 1700 euro këtë ikën kot. Se ble do të bëhet makinë që planifikuar. Pra i prish gjithë ekuilibrat e familjes. Se këto janë mjet e pune. Ai e përdor për të shkuar për të ardhur në punë, përdor për nevojat e tija, e ku do të diun tash. Pak janë nga këta kalamajt që bëjnë xhiro kështu. Pra nuk kanë këta si janë pjesë dominuese. Pjesa më e madhe e përdorin për punë, kanë mjet pune. Po shkojnë punë ata. Shkojnë punë, bëjnë zgjidhje problemet e tyre ditore, janë më kollajta për të manovruar. Se unë njoh ata që kanë nga 2-3 makina në shtëpi, edhe i shoh me skuter. Dhe morë ku shkote me këtë? Që unë di që kanë makina ata. Por thotë me këtë marroj gjithë punën tonë. Ata shkelin rregullat. Që të jemi të sinqert. Ata hyjnë trotuar me ato, ata kalojnë ke vjet, ke vende kalimit këmbësorëve me këto, ato kalojnë sens kundër, nuk kalojnë ke vjet kalimit ke ato bicikletave. Dhe krijojnë trazira në qytet ato. Realisht. Edhe realisht ka kaluar mjaft aksidente. Duhet patjetër që ato të vendosin gjoba të mëdha. Dhe kur i vendos gjitha këto që diskutuam ne në ligj, atëherë i thua po, mjeti jot se nuk është në përgjithësi për të kontrolluar këto. E ngren kamalecët edhe e lçon dorezën në fund fare. E thotë ajo 60 km/h. Kush ka me 60 km/h? 60 km/h e ka makina. Pra ti e ke këtë të ngarkuar, atëherë ti po drejton mjet, po bën drejtim mjeti pa leje drejtimi, është mjet ai. Se klasifikohet nga fuqia motorike. Po ky s'ka targ, në mos ke targ ai. Ka fuqi motorike. Kodi rrugor nuk thotë që një mjet drejton mjet me ashtu, as kodi penal. Në 231 thot drejtimi pa rregull i mjeteve ose në gjendje deur, pa leje drejtimi ose pra është vepër penale. Atëherë i merr këta persona, për shembull, këta është 15 vjeçar që ngasin këto mjete këto, i merr, i thua, po, futun që komisariat, po drejton mjet pa leje drejtimi, se bëhesh i rrezikshëm për shoqërinë. E para e dyta, ka këtë që këta dorëzohet vet ai. Ja kishte një djalë që para 2 ditësh, tu në lagjën tonë dhe ka thyr klavikulën. Po ai legji i llotarisë të shtëpisë, po e ka dhimbje, ka këto, do të shërbej familja, ai do marrë raport mjekësor, do ta paguajmë në raportin e atij, se paguhet ai. E paguajmë ne, bëri shpenzime spitalore, etj. Po nuk është një, këta rreth 1000 veta. Po një 2-3 vete diu që ka vdekur nga këto mjete. Edhe diçka kam në gjykimin tuaj këta në vazhdim kur merret vendimi ligji sipas kodit rrugor. Këta nga duhet të ecin trotuar, korsin e bicikletave, të makinave, se ne i shohim tani kudo. Po pikërisht kjo do disiplinohet. Ata do të ecin korsin e bicikletave, se ata janë 2 rrotak. Me 2 rrota, mjet me 2 rrota është ai. E para. Edhe për një kusht tjetër sepse korsitë e bicikletave janë ndërtuar të reja dhe në gjendje të mirë. Ku thonë automobilet e mëdha që ka gropa, ka kështu, se ato një grop parana do të nxjerrin nga rruga dhe fluturojnë tokë ato shkretët. Por kjo është që në këto kushte i jetojmë dhe në këto kushte duhet i përgjigjemi jetesës. Kjo është rregulli i tyre. Do të thotë falenderoj shumë. Lutem.